Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm Ata Pun Today, këtu jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Dhe sot në 29 janar dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 29 janari është dita 29 e kalendarit gregorian. Ngjarje 1635 themelohet Akademia Franceze, një nga shoqëritë letrare më të famshme në Europë. 1861 Kansas u bë shteti 34 i SBA-ve. 1896 mjeku amerikan Emil Grube u bë i pari që përdori rrezatimin për kurimin e kancerit të gjirit në klinikën e tij Roseville të Chicagos. 1911 u botua në Sofje gazeta e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, letrare, Liria e Shqipërisë. 1996 Teatri i Operës së Venedikut Felix u shkatërrua nga zjarri për herë të dytë në historinë e tij. 1999 Kontakt grupa thret qeverinë serbe dhe përfaqësuesit shqiptarëve të Kosovës që me 6 shkurt të fillon bisedimet në Rabuje. Do të vjojmë ngjarjet historike dhe do të kthehemi pas në vitin 1613. Londra përjetoi një humbje të madhe kulturore, kur teatri i famshëm The Globe u doq gjatë një shfaqjeje të një prej veprave të Shakespeare-it. Në vitin 1886, Karl Benz regjistroi patentën për automobilin e parë të ndërtuar nga njeriu, duke vendosur themelet e industrisë së makinave. Në vitin 1929, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyteti i famshëm i Hollywoodit vendosi për herë të parë të ndante çmimet Oscar për kineman, duke nisur traditën më të njohur të industrisë së filmit. Në vitin 1959, kryeministri britanik Harold Macmillan mbajti një fjalim të famshëm mbi erën e ndryshimeve në Afrikë, duke njohur nevojën për pavarësinë e kolonive afrikane. Në vitin 1996, presidenti francez Jacques Chirac shpalli përfundimin e testeve bërthamore franceze në Polinezinë franceze pas shumë protestave ndërkombëtare. Lindje 1843 lindi William McKinley, kryetari i SBA-s. 1860 lindi Anton Chekhov, dramaturg, aktor dhe tregimtar rus i njohur me tregimin Kopshti i Qershive. Tani do të vijmë të flasim për lindjet e personaliteteve të shquara dhe në vitin 1860 kemi ardhur në jetë të Anton Chekhov, dramaturgu dhe novelisti i famshëm rus, lindi në Taganrog, duke lënë pas vepra të pavdekshme si Visnja dhe Tre Motrat. Në vitin 1907, Douglas Engelbart, shpikësi i mausit kompjuterik, lind në Portland të Oregonit, duke transformuar mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me teknologjinë. Në vitin 1945, Tom Selleck, aktori amerikan i njohur për rolin e tij si detektivi Magnum, lind në Detroit. Në vitin 1954, Oprah Winfrey, moderatorja dhe producentja ikonike e televizionit amerikan, vjen në jetë në shtetin e Mississippit. Në vitin 1982, Adam Lambert, këngëtar dhe aktor amerikan, lind në Indianapolis dhe më vonë bëhet një ydh i njohur i skenës. Vdekje 1941 vdik Ioannis Matazas, diktator i Greqisë nga viti 1936 deri në vitin 1941. 1962 vdik violinisti i famshëm me origjinë austriake Fritz Keister. 1991 vdik Hasan Dosti, jurist, gjykatës, ministër drejtësie, kryetari i Ballit Kombëtar dhe i Komitetit Shqipëria Lirë. Si çdo datë dhe kjo datë nuk shënon vetëm lindje, por gjithashtu dhe ndarje nga jeta të personaliteteve të shquara. Dhe në vitin 1820, Mbretëresha e Bashkuar e Mbretërisë së Bashkuar, Mbretëresha Charlotte, bashkëshortja e mbretit George III, ndahet nga jeta. Në vitin 1899, Alfred Sisley, piktor impresionist francez me origjinë angleze, vdes në Paris. Në vitin 1963, Robert Frost, poeti i njohur amerikan dhe fituesi 4 çmimeve Pulitzer, dëron jetë në Boston.
Në vitin 1980, Jimmy Durant, aktori, këngëtari dhe komediani i dashur amerikan, largohet nga kjo botë. Dhe në vitin 2004, Janet Frame, shkrimtarja e shquar nga Zelanda e Re, e njohur për romanet e saj autobiografike, vdes në Dunedin. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Anton Pavlovich Chekhov, i cili ka qenë një dramaturg dhe tregimtar rus. Për më tepër, ju të ndiqni materialin e përgatitur. Anton Pavlovich Chekhovi, 29 janar 1860, 15 korrik 1904, ishte fizikan, dramaturg dhe autor rus, i cili konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhej i tregimeve të shkurtra. Karriera e tij si dramaturg përfshin 4 vepra klasike dhe tregime të shkurtra, të cilat janë vlerësuar maksimalisht nga shkrimtarët edhe kritikët. Chekhovi kreu praktikën për doktor medicinal jashtë karrierës së tij. Mjekësia është gruaja ime e ligjshme, ka thënë ai, dhe letërsia është e dashura ime, bashkë me Henrik Ibsenin dhe August Strindbergun. Chekhovi referohet si një nga 3 figurat themelore në lindjen e hershme të modernizmit në teatr. Chekhovi hoqi dorë nga teatri pas çastit të marrjes së shkatërimit të veprës Pulbardha në vitin 1896, por vepra u gjallërua për të bërë bujë në vitin 1898 nga teatri i Moskës Konstantin Stanislavski, e cila më pas prodhoi edhe veprën tjetër të Chekhovit, Xhavanja, dhe dha premier 2 dramat e tij të fundit, Tre motrat dhe Kopshti i qershive. Këto 4 vepra paraqesin një sfidë për aktorët, ashtu edhe për audiencën, sepse në vend të veprimeve konvencionale, Chekhovi ofroi një teatr të humorit dhe një përmbysje të jetës në tekst. Chekhovi e pati tregimin e tij të parë vetëm për përfitime financiare, por me rritjen e ambicjes artistike. Në maj të vitit 1904, Chekhovi ishte i sëmurë rënd me tuberkuloz. Mikhail Chekhov kujton se secili që e pa në mënyrë sekrete mendonte se fundi nuk ishte larg, por ai ishte më afër të fundit, shihej ta realizonte më pak. Më 3 qershor, ai u vendos me Olgën në qytetin gjerman të Baden-Württemberg në Black Forest, për ku ai shkroi letra të gëzueshme nga ana e jashtme motrës së tij Masha, duke i përshkruar ushqimin dhe mjedisin, dhe duke e siguruar motrën dhe nënën se ai do bëhej më mirë. Në letrën e tij të fundit, ai shkruajti për veshjen e grave gjermane. Vdekja e Chekhovit u bë një nga ngjarjet më të mëdha të historisë së letërsisë, ritreguar, qëndisur dhe fiksionalizuar shumë herë në tregimin e shkurtër Errant nga Raymond Carner. Në vitin 1908, Olga shkroi këtë nga çastet e fundit të burrit të saj. Trupi i Chekhovit u transportua në Moskë në një hekurull të ngrirë të destinuar për molluskje, detaj që ofendoi Gorkin. Disa mira vajtues ndoqën procesionin e varrimit të një generali. Chekhovi u varros afër babait të tij në Varrezën, në Vodevishi Çemeteri. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku do të flasim për karaoken. A i dini se si është zhvilluar karaoke? Nga këndimi i bllokimeve të ngadalta dhe deri tek transmetimi i himneve rock me misht, karaoke është një aktivitet klasik gjatë natës. Të ngjitesh në skenë dhe të këndosh me zemër është një kalim kohe i dashur në mbar botën. Në fakt është aq popullor në Filipine sa në vitin 2020 një guvernator provincial i kërkoi publikut të raportonte këngëtarët e karaokes në natën vonë tek autoritetet për të ndihmuar në zbatimin e shtetërrethimit të koronavirusit. As edhe një pandemi globale nuk mundi t'i ndalonte adhuruesit e karaokes të këndonin gjatë gjithë natës për pakënaqësinë e fqinjve të tyre. Fenomeni karaoke është global, me bare, klube dhe ahengje në shtëpi që presin makinat e këndimit. Na pëlqen të mblidhemi rreth makinave karaoke dhe të performojmë me miq tan, por cila është origjina e karaokes? Megjithse karaoke është bërë një fjalë huazimi që e din të gjithë, termi karaoke do të thotë orkestër bosh në japonisht. Është një kombinim i dy fjalëve, gjysma e parë kara, bosh do të thotë bosh, dhe pjesa tjetër e fjalës japoneze për orkestër, orkestra. Një këngë mbështetëse pa vokale është tipike për karaoket ku ju jepni këndimin, por ka disa lloje karaokesh kanë vokale në pistë për të ndihmuar në udhëheqjen e pjesëmarrësve.
Karaoke është e njohur në ditët e sotme, por filloi në Kobe të Japonisë rreth vitit 1971. Baret do të jepnin me qira makineritë për klientët e tyre do të këndonin në mikrofon gjatë gjithë natës. Si një pararendës i karaokes kishte shfaqje këngësh si Sing Along with Me She MBCs. Ky emision dhe të tjera si ai përmban drejtues televiziv, një kor dhe tekstesh në fund të ekranit të televizorit në mënyrë që shikuesit të mund të këndonin me meloditë e tyre të preferuara. Ka disa mosmarrëveshje në lidhje me shpikjen e makinës së parë karaoke. Ashtu si me shumicën e teknologjisë, njerëz ndryshuan dhe përmirësuan makinat karaoke, ndërsa teknologjia përparonte me radhë pista dhe veçori të tjera të krijuara nga mendje të ndryshme. Megjithatë, të tre burra janë merita për shpikjen e pavarur të makinës karaoke në periudha të ndryshme. Në vitin 1967, pronari i fabrikës elektronikës Shikeshi Negishi shpiku makinën karaoke sepse i pëlqente të këndonte, teksa este rreth punës së tij. Negishi kërkoi që kryeinxhinieri i tij të rritë një përforcues mikrofoni dhe një qark miksues në një nga kasetat me 8 kasetë që prodhonte fabrika, në mënyrë që Negishi të dëgjonte veten duke kënduar mbi këngët e tij të preferuara. I quajtur Sparko Box, Negishi dhe një distributor u përpoqën të jepnin me qira makinën në bare, megjithëse kishin vështirësi të konkuronin me kitaristët vendas të quajtur Nagashi. Ata përfundimisht vendosën kundër patentimit e prodhimit të më shumë për shkak të çështjeve të shpërndarjes. Më vonë në vitin 1971, muzikanti i Kobe Daisuke Inoue do të shpikte gjithashtu makinën karaoke pasi u rezervua shumë nga klientët. Ai regjistronte instrumente me xhelsa që ishin më pak të vështira për t'i kënduar klientët dhe jepte ato si këngë mbështetëse për ngjarjet që nuk mund të merrte pjesë. Duke parë avantazhet tek këtij dizajni, e porositi një makinë me monet që do t'i jepte klientëve disa minuta kohë këndimi. Pasi paguan zonjat për të kënduar në pajisje, ato përfundimisht u ngritën duke filluar maninë e karaokes që ne njohim sot. Më në fund, Roberto De Rosario shpiku sistemin e këndimit karaoke në 1975. Në shpik si Filipinas vlerësohet si mbajtësi i vetëm i patentës së makinës karaoke dhe është pjesërisht përgjegjës për popularitetin e karaokes në Filipine sot. Kutit karaoke të gjetura në bare, karaoke dhe bizneset e tjera janë të orientuara nga shoqëria morën konceptin e karaokes në ajër të hapur dhe e bën atë më personal. Në vend që të këndojnë para një bari të tërë të huaj, grupet mund të përdorin dhoma private për të organizuar tubime shoqërore. Kutit karaoke janë privatësi dhe lejojnë që edhe më shumë njerëz të marrin pjesë në karaoke. Me kuti karaoke, klientët mund të këndojnë me miqtë e tyre të ngushtë dhe familje në çdo kohë të ditës. Meqense kutit karaoke përdorin dhoma private, kjo do të thotë se ato mund të ngjiten në restorante, hotele, bare dhe madje te qendra tregtare. Ata janë të papërshkruar shumë nga zëri, duke siguruar që ju të dëgjoni vetëm festën tuaj dhe mos shqetësoni mysafirët e tjerë. Kutit karaoke janë gjithashtu më të personalizueshme se makinat karaoke në bar, pasi klientët mund të rezervojnë një kuti karaoke me temë përvojonike private. Tani grupet mund të performojnë për festën e tyre duke u liruar me miq të ngushtë dhe duke shijuar përdorimin ekskluziv të makinës së tyre karaoke. Sot karaoke është një formë globale e argëtimit. Njerëzit të gjitha moshave mblidhen rreth makinave karaoke në bare, në internet dhe madje në shtëpitë e tyre për të kënduar me njëri tjetrin. Karaoke nuk është thjesht një aktivitet argëtues, disa këngëtarë karaoke bëhen konkurrues. Me origjinë në Finland, kampionati botror karaoke filloi në 2003 dhe përfshin 30 vende në mbar botën. Në vitin 2011, Leonardo Poliveri vendosi rekordin për maratonën më të gjatë karaoke duke performuar për 101 orë, 59 minuta dhe 15 sekonda. Në Bristol Motor Speedway në 2009, 160 njerëz kënduan Friends in Low Places për të arritur performancën më të madhe të karaokes në grup ndonjëherë. Me rritjen e kërkesës vjen prodhimi sofistikuar dhe makinat karaoke nuk janë të ndryshme. Për shkak të marrëveshjeve të licensimit, këngët karaoke janë në fakt riprodhime të këngës origjinale të bëra nga një producent karaoke posaçërisht për këngën. Tani të ndërtuara dhe të shpërdoruara nga kompani profesionale, makinat karaoke qëndrojnë në bare dhe shtëpi dhe madje punojnë me pajisje inteligjente. Pavarësisht se jeni jashtë për të fituar një trofe karaoke ose dëshironi të liroheni me miqt, karaoke është argëtim i përsosur për çdo ngjarje. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të farave chia. Fara chia janë ndër ushqimet më të shëndetshme në planet. Ato janë të pasura me ushqyes që mund të kenë përfitime të rëndësishme për trupin dhe trurin tuaj. Ato përmbajnë fibra, proteina, kalcium, mangan, magnez, fosfor, sasi të lartë zinku, vitamin B3, niacin, kalium, vitamin B1, tiamin dhe vitamin B2. Fara chia ka në përmbajtje antioksiduese. Antioksiduesit luftojnë prodhimin e radikaleve të lira, të cilat mund të dëmtojnë molekulat qelizore dhe të kontribuojnë në plakje dhe sëmundje si kanceri.
Fara chia janë 40% fibra sipas peshës, duke bërë ato një nga burimet më të mira të fibrave në botë. Fibrat ndihmojnë në bakteret e dobishme në zor, gjë që është e rëndësishme. Fara chia përmban një sasi të mirë të proteinave. Sipas peshës, ato përbën rreth 14% proteina, të cilat janë shumë të lartë në krahasim me produkte të tjera bimore. Ato gjithashtu kanë një ekuilibër të mirë të aminoacideve esenciale, që trupi juaj duhet jetë në gjendje të përdorë për mbajtjen e proteinave. Shumë ekspertë shëndetësor besojnë se fara chia mund të ndihmojnë në humbjen e peshës. Fibra e saj e tretshme absorbon sasi të mëdha uji dhe zgjerohet në stomakun, e cila duhet të rritë ngopshmërinë dhe të ngadalsojë absorbimin e ushqimit. Një fakt, një zbulim zbuloi se ngrënia e farës chia për mëngjes rrit ndjesinë e ngopjes dhe ul konsumin e ushqimit në afat të shkurtër. Fara chia janë shumë të larta në acide yndyrore omega 3, duke pasur parasysh se fara chia janë të larta në fibra, proteina dhe omega 3, ato mund të zvoglojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Fara chia mund të zvoglojnë nivelin e sheqerit në gjak. Nivelet e larta të sheqerit në gjak janë simptom tipike e diabetit të tipit numër 2 të patrajtuar. Rreziqet e larta të sheqerit në gjak në mënyrë të vazhdueshme janë shoqëruar me një rrezik në rritje të disa sëmundjeve kronike, duke përfshirë dhe sëmundjet e zemrës. Ato mund të zvoglojnë inflamacionin kronik. Inflamacioni është reagimi normal i trupit tuaj ndaj infeksionit ose lëndimit. Lëkura kuqe dhe fryr është një shembull tipik. Edhe pse inflamacioni ndihmon trupin tuaj të shërojë dhe të luftojë kundër bakteret, viruset dhe agjenteve të tjerë infektiv, ndonjëherë mund të shkaktojë dëm. Kjo vjen kryesisht pasi inflamimi kronik shoqërohet me rritje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe kancerit. Inflacioni kronik shpesh nuk ka shenja të dukshme, por mund të vlerësohet duke matur shenjat inflamatore në gjakun tuaj. Ta njoftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën. Territori shqiptar për datën 29 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë reshje shiu të herë pas hershme në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja do të theksojë reshjet në jug dhe përgjatë vijës bregdetare ku priten edhe shira më intensive. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të frymë mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 29 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 29 janar do të jetë rreth orës 6:49 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius. Berat 8 deri në 12 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 13 gradë Celsius.
Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën. Territori i Kosovës për datën 29 janar 2026 do të jetë në ndikimin e motit të paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje të herë pas hershme, ndërsa pasditja vijon me shira lokal kryesisht në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 29 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 29 janar do të jetë rreth orës 6:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:50 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Pej 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kjo është gjithçka e përgatitur në emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër në 1 orë. Ndërkohë të ndiqni programacionin në vijim të drita televizionit dhe mos harroni të ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si në websajtin ton drita.tv.